Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Izraelit po reflektohen edhe në shkëmbime tregtare mes dy vendeve krahas atyre politike dhe diplomatike. Të dhënat zyrtare të Instat tregojnë se kompanitë shqiptare eksportuan gati 3 herë më shumë mallra në Izrael gjatë vitit 2025, nga 386 milion lek eksporte që ishin në vitin 2024, ato janë zgjeruar në rreth 1 miliard lek. Në krahasim me eksportet, importet rezultojnë në vlera më të mëdha. Gjatë vitit të kaluar, kompanitë izraelite sollën në Shqipëri mallra në vlerën e 2.6 miliard lekëve. Ndonse një shifër në rënje në krahasim me vitin 2024, ku importet arritën në masën e 4.8 miliard lekëve, sërish Izraeli ka sjellë më shumë mallra se sa ka marrë nga Shqipëria. Ndër në grupet kryesore që dominojnë tregtinë mes dy vendeve janë produktet ushqimore, pijet dhe duhani, mineralet dhe lëndët djegëse si dhe tekstilet. Investimet e huaja po ashtu posuan rritje të ndjeshme. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në 9 mujorin e vitit 2025, investimet izraelite në Shqipëri arritën në 19.3 milion euro. Në këtë kontekst, takimi i fundit në Tel Aviv mes kryeministrit Edi Rama dhe kryeministrit të Izraelit merr një rëndësi të veçantë. Të dy liderët theksuan se Shqipëria dhe Izraeli ndajnë marrëdhënie miqësore dhe një histori të veçantë bashkëjetese dhe solidariteti mes popujve.